Nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15. Nisim këtë edicion me një ngjarje tragjike që ka ndodhur para pak çastësh në Malishev, ku 2 fëmijë dhe një i rritur kanë mbetur të vdekur nga shpërthimi një zjarri në një banesë në Malishev. Lajmin e ka konfirmuar për RTK-n Sheremet Elezaj, zëdhënës i policisë për rajonin e Gjakovës. A i tha se pas pranimit të informacionit në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë kompetente policore, zjarrfikësit dhe ekipet emergjente. Në banesë janë gjetur 3 persona, një i rritur dhe 2 fëmijë, të cilët janë dërguar në qendrën e mjekësisë familjare në Malishev, ku është konstatuar se të njëjtit ishin pa shenja jete, ka thënë Elezaj. Ai shtoi se zjarri tashmë është lokalizuar dhe se lidhur me rastin është njoftuar edhe prokurori i shtetit. Sipas tij, aktualisht po ndërmerren të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për t'i sqaruar rrethanat dhe shkaqet e kësaj ngjarjeje tragjike. Bashkimi Evropian ka nisur bartjen e mjeteve të parafinancimit prej 61.8 milion eurosh për Kosovën në kuadër të planit për rritje ekonomike për Ballkanin Perëndimor. Ky zhvillim vjen pas ratifikimit të marrëveshjeve përkatëse në Kuvendin e Kosovës dhe dorëzimit të dokumentacionit të nevojshëm nga qeveria e Kosovës, duke mundësuar aktivizimin e instrumentit për reforma dhe rritje dhe nisjen e disbursimit të fondeve, njofton zyra e kryeministrit. Sipas njoftimit, parafinancimi prej 61.8 milion eurosh përbën 7% të shumës totale prej 882.6 milion eurosh, që përfshin grante dhe kredite favorshme të dedikuara për Kosovën deri në fund të vitit 2027. Secili hapi reformave është i ndërlidhur me një alokim specifik financiar, ndërsa pagesat sipas planit për rritje ekonomike do të bëhen në mënyrë progresive me zbatim të reformave të dakorduara nga Kosova. Kryediplomati belg Prevot ka arritur për një vizitë zyrtare në Kosovë. Ai është pritur nga kryeministri Albin Kurti dhe zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme Glauko Njufca. Pas këtij takimi, të 2 homologët do të mbajnë edhe një konferencë për media nga ora 15:15. Ndërkaq pas ditës, zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm belg Prevot do të pritet edhe nga ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Alburena Haxhiu. Vizita e zyrtarit belg zhvillohet në kuadër të forcimit të bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Belgjikës në fushën politike dhe të integrimeve evropiane. Në Washington DC, Ministri i Financave Hekura Murati dhe zëvendës kryeministri dhe Ministri i Financave i Belgjikës Jan Gjambon kanë nënshkruar marrëveshje për eliminimin e tatimit të dyfish dhe parandalimin e evazionit fiskal. Ndërkohë, guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Ahmet Ismaili ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Ivan O'Donat nga Banka e Francës për menaxhimin e rezervave dhe stabilitetin financiar. Marrëveshjet u arritën në kuadër të takimeve pranverore të Bankës Botërore dhe FMN-s në SBA. Zyrtarët vlerësuan bashkëpunimin ndërmjet BÇK-s dhe FMN-s, duke theksuar rëndësinë e reformave dhe mbështetjes teknike për zhvillimin ekonomik. Kosova ka hyrë në 12 ditët vendimtare për zgjedhjen e presidentit, sipas afatit të caktuar nga gjykata kushtetuese. Kryeministri Albin Kurti ritheksoi edhe një herë se po vazhdojnë përpjekjet për çështjen e presidentit. Megjithatë, ai tha se në momentin që do t'i ketë rezultatet, atëherë do t'i bëj publike ato. Ndonse afatet kushtetuese për çështjen e kreut të shtetit po rrjedhin, ende nuk ka konfirmim për parafrim qëndrimesh mes partive parlamentare. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë afatur deri më datën 28 prill që të zgjedhin presidentin, në të kundërtën vendi do të shkojë në zgjedhje. Judistja kosovare Distria Krasniqi është kualifikuar në finalen e kampionatit evropian të judos që po mbahet në Gjeorgji. Krasniqi fitoi në gjysmëfinale ndaj italianes Odette Giuffrida dhe në finalen e madhe do të ndeshet me francezën Amandine Bouchard. Distria ishte e lirë në gjiron e parë, në të dytën e mposhti çekën Tereza Bodnarova, ndërsa në çeyrëfinale Krasniqi fitoi ndaj polakës Aleksandra Kaleta. Vetaritja në finale konsiderohet sukses pasi tashmë është siguruar një medalje për Kosovën.
Ministri Punëve të Brendshme Xhelal Sfeqta ka njoftuar se policia e Kosovës ka realizuar një operacion të gjerë në veri të vendit, ku janë zhvilluar bastisje në 6 lokacione në Zubin Potok. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Sfeqta bëri të ditur se gjatë aksionit janë sekuestruar armë të llojeve të ndryshme, një granat dore, uniforma ushtarake, radiolidhje si dhe municion. Ai theksoi se provat e siguruara dëshmojnë për përpjekje të vazhdueshme për veprimtari të kundërlidhshme që mund të cënojnë sigurinë dhe stabilitetin në vend. Sipas tij, institucionet e sigurisë do të reagojnë me vendosmëri ndaj çdo individi apo grupi që përmes veprimeve kriminale paraqet kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë e qytetarëve dhe të vendit. Vazhdojmë tutje me informacionet të tjera. Tryeza e dialogut ndërfetar me temën bashkëjetesa ndërfetare ndër ne, virtyt hynore apo domosdoshmëri shoqërore, mblodhi përfaqësues institucional, fetar dhe të shoqërisë civile me synim forcimin e bashkëpunimit, mirëkuptimit dhe të harmonisë ndërmjet komuniteteve në Kosovë. Në këtë tryezë u theksuar rëndësia e dialogut si një mekanizëm i domosdoshëm për ruajtjen e paqes dhe kultivimin e vlerave të përbashkëta në një shoqëri multietnike dhe shumë fetare. Liria fetare, padyshim që mbetet një nga të drejtat themelore universale të njeriut, si bazë e një shoqërie demokratike dhe gjithëpërfshirëse, që gjithnjë do të na ndihmojnë që të tejkalojmë vështirësitë sa më kollaj e sa më shpejt. Njëjtën kohë, edhe trashëgimia kulturore dhe fetare përfaqëson një pasuri të përbashkët që i lidh komunitetit, forcon identitetin dhe nxit mirëkuptimin e ndërsjellë. Prandaj, politikat tona synojnë që ta mbrojnë trashëgiminë kulturore dhe ta vënë atë në shërbim të paqes, bashkëjetesës dhe zhvillimit shoqëror, gjithnjë duke respektuar e zbatuar lirinë fetare si e drejtë elementare njerëzore. Historia jonë dëshmon se bashkëjetesa nuk është vetëm një ideal, por një praktike e jetuar. Besimet tona fetare janë pasuri shpirtërore dhe morale që japin kuptim jetës dhe forcojnë lidhjet shoqërore. Prandaj edhe sot ne riafirmojmë përkushtimin ton për të kultivuar frymën e mirëkuptimit, duke respektuar besimin ton dhe duke çmuar besimin e tjetrit. Ne jemi dëshmitarë se Kosova edhe populli ynë kanë ndërtuar ndër shekuj një traditë e çmuar të bashkëjetesës dhe respektin ndërmjet besimeve të ndryshme. Pse jo edhe etnive të shumta që jetojnë në Kosovë. Këndej, këtë trashëgimi duhet ta ruajmë si një thesar që na është besuar dhe që kërkon përkushtimin tonë të vazhdueshëm. Flasim tani për 27 vjetorin e rënjes së dëshmorëve të kombit Shkelzen Haradinaj, Fatmir dhe Luani Manaj, si dhe Hasim Halilaj. Në kompleksin memorial në Glogjan janë bërë homazhe dhe është zhvilluar ecja tradicionale, Marshi i Lirisë. Brezhi u çkës, arriti brezhi u çkës. Ta djem, bashkëtarët e tyre, arriti me Elkun, pra me Elkun, jo veç temelet e ish Jugoslavisë për çet ishi munue për arsit tonë vazhdimsi, po arriti me Elkun edhe disa vendime të tjerëve. Dhe rezultoi që një ditë, pra ky brez, ky popull i ynë i vogël, me marrë ndihmën e fuqive më të mëdha të botës. Me marrë ndihmën e Amerikës, me marrë ndihmën e NATO-s, dhe njëkohësisht pra me fitue një pjesë të drejtës së shqiptarëve. Pra, një pjesë të drejtës së shqiptarëve në Ballkan, jo të tërën, po një pjesë me gjithatë është e fituar, Kosova e pavarur, sovrane. Ndërkohë, qytetarë nga Kosova rikthehen aty ku 27 vjet më parë gjetën jo vetëm strej, por edhe ngrohtësi dhe shpresë për të mbijetuar. 16 prilli i vitit 1999 shënon një moment të veçantë falënderimi për banorët kuksian, të cilët hapen dyert e shtëpive të tyre për t'i pritur mira refugjat shqiptar, të cilët u dëbuan dhunshëm nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë. Është kënaqësi për ne që ne më tash që dalin presin këto solistë, po njësë në kullushëm, sidomos
Komitetin organizator të kësaj nacionale, të gjithë qytetarët e Kosovës që sot vinë me dashuri për të ardhur Kukës, për të ndërruar Kukësin për mirëpritjen e jashtëzakonshme që bëm gjatë vitit 1990. Kjo dashuri është dashuri shpirtërore, Kukësi ndau Kukën, ndau zemrat, ndau gjakun, sepse ne jemi se një gjakun ndaj nuk ishte të ndodhur. Kaq për këtë edicion të lajmeve, ne ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim.